Jom le në Sanxhak. Je le në Sanxhak. Sanxhak. Pleqët jemi jom pej rrugove. Prej rrugove. Pej rrugove, jonar pej Shqipënia në rrugov. Prej cilës zone të Shqipërisë? Pej Malësie. Malësisë? Shkodrës. Të Shkodrës. Shkodrës, ja. Qarë viti? 700. Evet, 700 vjetë. Dhe jonë ardhë në rrugov, pej rrugove jonë hapë. Dikush në shkua atje, jonë da, dikush në Montenegro jonë shkua. Në Malëzi? Malëzi, na pleqët jem, dhe gjyshi jam. Gjyshi jo? Evet, gjyshi jam. Mo të shkuj këto në fotografi? Jo, babën e kom. Baba është? Baba. Baba. Galip. Tani për të bërin Hamit. Hamit. Baba i si ka emnin? Galip. Galip. Po, Galip është frati e brezi fundit, Galipi brezi parateje, 2. Baba i Galipit? Vejseli. Vejsel. Baba i Vejselit? Baba i Vejselit, Sinani. Sinani. Baba i Sinanit? Osmani. Osmani. Baba i Osmanit? Hasani. Baba i Hasanit? Baba i Hasanit, ajo ardhë pej... Shkodre. Pej Shkodre. Gjeloshi. Ajo Gjeloshi. Gjeloshi. Ama te volim të da dikush është shkun se Montenegro është shkun. Ka shkun Malëzi? Malëzi. Dikush ka shkun Rrugo? Jo ka Rrugove, dikush ka shkun në Peshter. Në Preshter? Peshter. Peshter. Rethi Novi Pazarit. Po, të Novi Pazari në Peshter, në fshatin, në zonën e Peshterës. Në zonën e Peshterës. Në pjesë tjetër në Maqedoni. Maqedoni Movor, në kur je marrë këtu, 66, atë në shkuan në Maqedoni, 7-8. Që një familje nga Malësia, një familje luftëtare edhe shumë të bukur nga Malësia për shkrelasit. 260. Ky libër është shkruar në gjuhën bosnaqe, serbe. Bosnaqe. Atje kanë trënuar serb, shkollat i kanë. Trënuar serb. Edhe në këtë libër janë shkruar prejardhja e farefisëve shqiptare që janë vendos në Sanxhak, në Novi Pazar. Novi Pazarën, evet, Novi Pazar. Në Novi Pazar. Jugosllavisë në atë kohë që shuhet, është doktor, më e ka emrin, bemri? Me Lutovac. Lutovac. Po, ku ka bërë kërkime, edhe këtu janë të shkruar fiset shqiptare, janë shkrelasit, janë kastratët, kush tjetër? Kastratët, hotnia, qka, janë proshtos, janë köken. Po, köken. Pra, janë rënjët e farefiseve? Fiseve, pej kushoar, pej kahitoar, e bjemrin, me